Një bujk plak, para se të ndëronte jetë, thirri 3 djemtë e tij pranë dhe u tha: "O bijtë mi, në arat që kam punuar gjithë jetën time dhe që me dritë të saj ju kam ushqyer e ju kam sjell deri më sot, në atë ar kam fshehur një qyp me flori. Kërkoni në të gjitha anët e arës të gjeni atë qyp, që më pas të mos vuani në varfëri kurrë." Të 3 djemtë, pas vdekjes së babait, zunë të punonin arën në të gjitha anët çdo ditë, thellë më thellë. Çdo vit e thellonin nga një plumb më tepër, por qypin nuk e gjetën. Ara, duke u punuar më thellë, zu të jap mot për mot më tepër frute. Vëllezërve, jo vetëm që ushqiheshin shumë mirë, por frutet e tokës ju tepronin dhe i shisnin. Të hollat që merrnin nga ato të shitura, i hidhin në një qyp dhe i ruanin. Në 5 vjet, qypi u mbush plot me florinë. Atëherë djemtë kuptuan ku ishte fshehur qypi me flori që i ati i tyre thoshte: